fakultete keni provuar së përfunduat. Asnjë dhe ju keni një sekuencë ku e përshkruani këtu thonë pas shkurës time në Irak, që keni punuar si gjeometër. Po, si gjeometër jam punuar. Ju kthyet dhe pastaj pas një udhimi në Haxh bashkë me babain tuaj, pas ju kthyet vendosët të filloni të shkruanit. Jo, unë tani jetën kam shkruar edhe kam botuar. Apo të shkruani seriozisht? Mirë po, kjo është dallimi. Unë, qysh si i ri, e kisha bindur veten se ti nuk mund të bëhesh shkrimtar. Nuk mund të bëhesh shkrimtar nëse materialisht nuk qëndron mirë. Nuk mund të bëhesh as gazetar i mirë, as gjë e mirë që merret me shkrim nuk mund të bëhesh ti si ndonjë njeri që flen atje ndërurat apo si varfanjak, se ato kohë nuk janë tani. Tani duhet të kesh dhomë tënde të mirë të punës, duhet fëmijët e tu mos vuajnë për asgjë, se unë të mirë me vesh, unë nuk jam shkrimtar që mu më frymëzon vuajtja. Mu më frymëzon rehatia. Unë kur nuk jam rehat me kimin brenda vetvetes, unë s'mund të shkruaj. Unë shkruaj vetëm kur i kam relativisht gjitha të mirat rreth vetes. Mu nuk më inspiron dhembja. Unë kam pas çaste rënime të mëdha në jetë dhembje, po s'kam mund të shkruaj për ato. Nuk kam ba letërsi për asaj. Edhe kështu që unë edhe në këtë kontekst, unë doja që materialisht të sigurohem, apo atë që e them, unë e dija që gjeometria ka borxë shkrimtarit materialisht, që shtëpinë, makinën, babën ta marrë ta çoj në Haxhillok që e kisha si premtim dhanë vetvetes ju atë. Si ndjeve kur i çove babën në Haxhillok? Ndoshta shumë kështu si një fëmijë që arrin sa do pak prindrit të vet t'ja laj disa borxhe që ja ka. Unë për shembull ai ka qenë një udhtim 45 ditësh që unë atë e shiqoja ku ai më ngjante si një fëmijë që don shumë çka të rrëfeje, por nuk guxon asgjë të thot vetëm pse burrnia e tij thot që është e turpshme fëmijët ti rrëfehesh. Se është e turpshme fëmijët nga fëmijët marrësh para, që është e turpshme nga fëmijët që ai edhe të çoj në Haxhillok. Ai edhe këtu nuk ndjej bash mirë, nuk u kënaq. Pse sa ai atë i shkaktonte dhembje kjo që pse ky tani mu këtë më bëj. Njohe më mirë babën gjatë këtyre 45 ditëve, nuk arriti ta kuptosh që pastaj gjithë jetën ka dashur si të tjerët, ose a kishe një kërshëri që ta pyesje, more, në më doje si këta tjerët apo unë isha më i ndryshëm se sa tjerët? Unë ai gjithmonë jetonim në një grindje të lezetshme me njëri tjetrin. Ne gjithmonë ishim opozita njëri tjetrit. Ai për shembull gjithmonë jetonte me frikën se unë do i sjell shumë dëm familjes. Shkaku edhe i kësaj se fillova ma të merrem edhe me publicistikë, me shkrime, me këtë. Edhe ai nga që e kishte shumë frikë varfërinë të cilën e kishte jetuar, ai tash jetonte trishtimin se unë do t'ja dëmtoj familjen me këto. Edhe ai ndoshta edhe vdiq me frikën se unë do të përfundoj në burg. Se mu do të më burgosin, se jam shumë i ashpër, se nuk duhet kështu, kujde. Edhe ai e di unë se sa herë që i dilte ndonjë kolumnë e imja, ndonjë shkrimi imi në atë kohë, në Rilindje, në Flak, apo edhe në përmed gazetat e Serbisë, të Kroacisë, ai mirë të atë t'ja lexoj ndonjëni edhe t'ja shpjegoj se çfarë kam thënë, edhe ai kur e ndjente se është shumë e ashpër.